zotit Berisha që ka ardhur momenti që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne të marrim një hap, bashkia ndërkombëtare të marrë një hap tjetër për të pranuar pavarësinë e Kosovës, për arsye sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe atëherë sekretarja e jashtme e SBA-s, që ishte Condoleezza Rice, kishin arritur që të miratonin projektin Ahtisaari. Dhe në bazë të kësaj, mbaj mend dhe një detaj që zoti Berisha disa herë ka pyetur presidentin Bush nëse kjo ishte vërtet që SBA-ja do të pra e miratonte këtë kërkesë afatgjatë shekullore të shqiptarëve, dhe ishte pikërisht insistimi i presidentit Bush edhe nëpërmjet telefonatës që po, unë këto do ta bëj në Tiranë dhe do të jap 2 mesazhe shumë të qarta në Tiranë, ajo çfarë është pavarësia e Kosovës dhe në të njëjtën kohë dhe antarësimi në NATO, sepse të dyja u bën pothuajse në një kohë me një distancë të shkurtër kohe. Muaj nuk dihej, por gjithsesi viti 2008 dihej. Absolutisht ishte i ditur që do të ishte brenda vitit 2008. Ishte, po themi, kontributi i qeverisë asaj kohë që, po themi, ky moment të ndote, në atë kohë siç e thatë ju, ka qenë kryeministër zoti Sali Berisha. Dgjoni, marrëdhëniet midis zotit Berisha, kryeministrit Berisha në atë kohë dhe presidentit Bush kanë qenë marrëdhënie shumë të ngrohta dhe të afërta. Siç dihet që kanë qenë dhe marrëdhëniet e zotit Berisha dhe gjatë periudhës që ai ishte presidenti i Shqipërisë me presidentin Bush babain, George W. Bush. Kështu që për këtë arsye kanë qenë të lidhura, të ndërlidhura të dyja. Dhe duhet keni parasysh dhe 2 vizitat e hershme të zotit Berisha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e para që është bërë gjatë kohës presidentit Bush dhe më pas me presidentin Clinton. Në të dyja rastet zoti Berisha ka kërkuar si president atëherë njohjen shikimin të shihet me kujdes çështja e Kosovës, që ka qenë hera e parë, sepse në atë kohë lufta në Kosovë ende nuk ishte nisur, po kishte filluar shpërbërja e Jugosllavisë. Dhe më pas vizita e tij në Washington me presidentin Clinton në të njëjtën kohë, në të cilën ai ka kërkuar që të ndihmohet Kosova në të gjitha kërkesat e saj që ishin kërkesa legjitime, natyrisht të një sovrani i cili ishte i dhunuar deri në ato momente nga Serbia. Kështu që kanë qenë 2 momente kyçe këto përpara ardhjes të presidentit Bush të dytit, i cili më pas ka pasur një marrëdhënie me të vërtet mjaft të ngrohtë me qeverinë e Tiranës dhe zotin Berisha vetë, që në atë kohë mori drejtimin e qeverisë shqiptare në vitin 2005, dhe gjërat erdhën natyrshëm, duke përfshirë këtu edhe përfundimin e luftës Kosovës dhe një sër masash të tjera që u morën, ashtu si nga qeveritë e Kosovës të pas luftës, por edhe marrëveshja paketa e Ahtisaarit, e cila ishte natyrisht e negociuar në të njëjtën kohë edhe nga qeveria amerikane, dhe vetë qeveria amerikane ka ndjekur gjatë gjithë periudhës dhe negocimin e marrëveshjes së Ahtisaarit. Kështu që kjo ishte një vazhd e diskutimeve që ishin bërë, duke përfshirë këtu natyrisht edhe rolin e Shqipërisë në Partnership for Peace, në atë kohë që ka qenë partneriteti për paqe, një instrument i NATO-s për të antarësuar vendet e reja, pra vinin të dyja natyrshëm dhe tregonin qartë interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta parë popullin shqiptar sa më pranë NATO-s dhe natyrisht sa më pranë aleatit vetë strategjik, që në këtë rast ishte Shtetet e Bashkuara. Të kohës kam një pyetje të fundit, si e shihni momentin e Kosovës tani, edhe sa i përket integrimeve europiane dhe atyre euroatlantike, diskutohet shumë çështja e NATO-s. Ne kemi një farë shpresë tek samiti i Tiranës 2027, por nuk e di se sa mund të ndodhë. Si e shihni situatën? Unë kam rreth 2 vjet që flas pikërisht për çështjen e antarësimit të Kosovës në NATO, në të gjitha mediat në Shqipëri, madje edhe me diplomatë amerikan, e kemi diskutuar shpesh herë këtë gjë. Dhe mendoj që do të ishte arritja më e madhe antarësimi i Kosovës në NATO aktualisht. Kemi një fat të madh që mendoj që presidenti Trump është i prirur, duke marrë shkas këtu jo vetëm nga takimi që ka pasur me presidentin Osmani në Davos, apo dhe në takimet më parshme, por edhe nga letra e përzemërt që ka dërguar presidenti Trump dje
dhe sekretari Rubio sot në lidhje me pavarësinë e Kosovës, në të cilën flasin për herë të parë për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës. Tashmë është e qartë që Kosova është natyrisht një vend i pavarur, sovran, dhe me një demokraci e cila konsolidohet nga dita në ditë dhe nuk ka absolutisht asgjë çfarë ta pengojë Kosovën përveç se antarësimit në NATO. Madje do doja t'ju thoja që përpara që kjo mund të ishte antarësimi i Kosovës në NATO, do të ishte një gur themel për njohjen përfundimtare reciproke edhe nga ana e Serbisë, sepse shoh Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat janë decizive, ashtu si edhe vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Gjermaninë, që janë decizive dhe janë me të vërtet qëndrojnë fort në idenë që një Kosovë në NATO do të ishte një Ballkan dhe një Evropë edhe më e fortë. Dhe unë shpresoj shumë, madje mund t'ju them që mendoj që do të ishte momenti kyç që vitin e ardhshëm në samitin e NATO-s në Tiranë në maj të 2027-s, presidenti Trump të shpalli pikërisht antarësimin e Kosovës në NATO. Ishte pjesë e kënd debatës sonte. Ju faleminderit. Prof, po e vazhdoj diskutimin me ty, vetëm një gjë ta saksojmë, vetëm pa kualifikime personale, secili ka drejt ta bëjë analizën e vet, se s'kemi ardhur për qëllimin e sapësh personalet me ndonjë. Lutem. Po sqaroj, domethënë